Të dashur qytetarë të Republikës Kosovës, jam i detyruar të sqaroj se propaganduesit, sigurisht ata të LVV-s, pas kanë filluar të bojnë një propagandë kundër meje, që unë gjoja pas kam lidhje me ndërtuesit në Republikën e Kosovës. E them këtë sepse një mik i imi, me emrin Kani Sadiku nga Kamenica, më tha se në komunën e Kamanicës po propagandohet se unë gjoja pas kam biznese në kompani ndërtimi dhe në disa ndërtesa që po unë ndërtoj ka në Kamenicë. Po dua të sqaroj se atje në Kamenicë LVV-ja e ka pushtetin dhe ata e din mirë që unë nuk kam asë një loj lidhje me asë një kompani ndërtimi asë në Kamenicë, asë në Gjilan, asë në Prishtinë, asë në Fushë Kosovë dhe asë një vend të Republikës Kosovës. Asë ligjërisht, asë jo ligjërisht. Do thotë, krejt këto rrena, këto propaganda janë dy i bon për me ardhë pushtet. Asë nuk kam pas kur, asë ma heret, asë pas luftës, asë nuk kam uzurpu, kur njetë nuk kam pas pjesë në asë një kompani të flisht ose duke i vjedhur toksat e qytetarëve të Kosovës. Kompanit që tani po i vjedhin toksat e qytetarëve të Kosovës, ato të energjisë elektrike, ato të ndërtimit, ato të nderave një burimor, janë tjera. Unë as nuk kam lidhje, as me Lojra Bigjozi, sepse, po duhet të them këtë, sepse para një 3 dite, nga Shqipëria, erdhë një person edhe më tha që dikush është kërcënuar me këto lojrat e Bigjozit në për telefonat që bëhen dhe kanë kërku lek dikun duke përmendur emrin tim. Të gjitha ata njerëz që në Republikën e Kosovës, për edhe jashtë saj, Shqipëri, Maqedoni, Malzi, që përmenet emrin im dhe kushdo që kërcënohet ose përmenet emrin im për të keq, ju lutem therrni policin në stacionin më të afërm. Nëse policia nuk ju bën punë, unë po jap numrin e telefonit 049 633 335. Po jap numrin sepse unë jam i gatshëm të mbroj familjen time, dinjitetin tim edhe me kanon. Nëse nuk funksionon ligji. Unë i kam 3 djem, 2 djem të mi punojnë në Gjermani, njoni është architekt, njoni elektroteknik, as ata, as në Gjermani, as në Zvicër, as kun jashtë Kosove, as nuk kemi prona, as nuk kemi pasuni, as të legjshme, as të jashtë legjshme. Prandaj, propaganduesit le ta mbyllin këtë propagandë, sepse te unë nuk ju funksionon. Ju ka funksionu të tjertë. Tash keni fillu ju vetë me u bo biznismena mazi se ata të PTK-s, prandaj keni fillu me propagandu, sepse jam onaj që Albin Kurtit po i them që e ka trosh tradhtin, e ka trosh sepse zajet nizës ja ka shtu samo upravljanjen. E samo upravljanja o vetë menaxhimi, vetë qeverisja. Dhe këtë vetë qeverisjen ja u ka dhonë komunitetit serb, ja u ka hjek kriminelt, po ja u ka dhonë vetë menaxhimin, vetë qeverisjen, autonomin. Prandaj, mas 20 vjetë, kur në votime do të dolin 200.000 serb, atëherë do të befasoni kur komuniteti serb nga Serbia, sepse e kanë të drejtën si komuniteti shqiptar nga Gjermania të votojnë dhe t'i bojnë 20 deputet. Prandaj, propagandues të flisht, nalni propagandën, se unë as nuk jam ai që shantazhohem, as nuk jam ai që dikush mundet me bo lojnat pista në emrin tim, edhe as lojnat flishta. Ju lutem qytetar, lajmërojni policin, kushdo që përmend emrin tim për të keq ose për lidhje në biznise të flishta.